A ka ndodhur ndonjëherë që këmbët ose kyçet të jenë të entura pa një arsye të qartë? E po, sot do zbulojmë shkakun e vërtet, atë të fshehurin pas këtij problemi kaq të zakonshëm, dhe besoj se përgjigjja do të jetë goxha befasuese. Le t'ja fillojmë. Dhe ja ku e kemi. Gjithçka nis me një histori personale. Kjo tregon diçka shumë të rëndësishme. Ky nuk është një problem vetëm për njerëzit e zakonshëm. Edhe ekspertët e kanë kaluar. Pra nuk po flasim për teori, por për një problem konkret që ka nevojë për një zgjidhje po aq konkrete. E kjo natyrisht na çon te pyetja thelbësore. Mirë, nëse zakonisht nuk janë mëlçia, veshkat apo sasia e kripës, atëherë çfarë dreqin po ndodh brenda trupit ton? Çfarë shkakton këtë fryrje kaq frustruese? Mirë, le të fillojmë me pjesën e parë. Do të shkojmë për te të dyshuarve të zakonshëm. Pra, do të anashkalojmë përgjigjet që i kemi dëgjuar gjithmonë dhe do të gërmojmë pak më thellë. Zakonisht, gjëja e parë që kontrollohet është mëlçia, veshkat, zemra, ose thuhet mos po hash shumë krip. Dhe po, këto mund të jenë shkaktar, por ç'është e vërteta, në shumicën dërmuese të rasteve, problemi nuk qëndron aty. Ka një fajtor tjetër që fshihet në prapaskenë, dhe pikërisht atë do të nxjerrim në dritë sot. Dhe ja ku historia bëhet vërtet interesante. Harrojini organet e mëdha për një moment. Problemi vërtet, rënja e gjithçkaje, gjendet te miliona pompa ose motor fare të vegjël që punojnë pa u ndalur brenda çdo qelize të trupit. Po flasim për pompën natrium-kalium. Tani, dëgjoni këtë. Ky mekanizëm i vogël, pothuajse i padukshëm, harxhon nga 30 deri në 40% të gjithë energjisë qelizës, pothuajse gjysmën. Vetëm ky fakt na tregon se sa punë kolosale dhe absolutisht jetike bën ajo çdo sekondë të ditës. Dhe analogjia më e mirë për ta kuptuar është kjo. Mendoni për një pompë uji në një bodrum. Nëse ajo ndalon spunuari, çfarë ndodh? Bodrumi përmbytet apo jo? E po, saktësisht e njëjta gjë ndodh në indet tona. Kur këto pompa të vogla qelizore dështojnë, lëngu fillon të grumbullohet jashtë qelizave. Dhe sigurisht, për shkak të gravitetit, ku shkon i gjitha i lëng? Poshtë, te këmbët dhe kyçet. Mirë, kalojmë te pjesa e dytë. Sekreti ngjitës i sheqerit. Pyetja logjike është, çfarë i bën këto pompa kaq të rëndësishme që të prishen? Përgjigjja, me shumë mundësi, fshihet te diçka që ham çdo ditë. Fjala kyçe këtu është glikemi. Çfarë është ky proces? Imagjinoni që sheqeri, kur hyn në trup, vepron si një ngjitës i fuqishëm. Ai kapet pas molekulave të proteinave dhe, në thelb, i karamelizon ato. I dëmton në mënyrë të përhershme duke i bërë të papërdorshme. Le ta shohim se si ndodh hap pas hapi. Së pari, konsumohet sheqeri i rafinuar. Pastaj, ky sheqer futet në gjak. Dhe aty, ai fillon të ngjitet pas proteinave, veçanërisht te rruazat e kuqe. Dhe pjesa më alarmante, ky proces është i pakthyeshëm. Sapo një protein glikohet, pra dëmtohet nga sheqeri, ajo mbetet e dëmtuar përgjithmonë. Është tamam si të marrësh një marshmallow të shkrirë, që është sheqeri, dhe ta ngjitesh te një baton proteinik që është qeliza jon. Çfarë ndodh? I gjithë mekanizmi bllokohet, ngatrohet. E pra, kur këto proteina të bllokuara janë pjesë e pompave tona qelizore, ato thjesht ndalojnë së funksionuarit. Pasojat e këtij procesi janë goxha serioze. Këto qeliza të dëmtuara, të glikuara, bëhen ngjitëse dhe të ashpra. Ato fillojnë të bllokojnë qarkullimin, sidomos në enët e vogla të gjakut të këmbët. Jo vetëm kaq, por ato dëmtojnë edhe muret e brendshme të arterieve, duke shkaktuar rrjedhje. Dhe pikërisht ky lëng që rrjedh jashtë enëve të gjakut është ai që shkakton enjtjen dhe fryrjen. Mirë, mjaft me lajme të këqija. Kalojmë te pjesa e tretë dhe këtu gjërat fillojnë të bëhen pozitive. Zgjidhja me 3 lëndë ushqyese. Tani që e kemi identifikuar armikun, pra sheqerin, le të flasim për 3 aleatët tanë më të fortë, 3 ushqyesit që na ndihmojnë jo vetëm të luftojmë, por edhe të riparojmë dëmin. Aleati numër 1 është kaliumi. Sasia e rekomanduar ditore, plot 4700 mg. Tani, kjo mund të mos tingëllojë si shumë, por më besoni, është një sasi masive. Pothuajse askush nuk arrin të marrë këtë sasi çdo ditë. Dhe ja pse. Ky grafik e tregon më së miri problemin. Shumica e njerëzve mendojnë, do ha një banane për kalium. Por shikoni pak, një banane ka vetëm rreth 300 mg. Për të arritur nevojën ditore prej 4700 mg, do duhet ta hashin rreth 15 banane. Dhe bashkë me to, një malit tërë me sheqer. Pra do të përkeqësonin pikërisht problemin që përpiqemi të zgjidhim. Pra, është e qartë që bananet nuk janë zgjidhja.
Ku ta gjejmë atëherë kaliumin? Burimet më të mira dhe me shumë pak sheqer janë avokadot, sallatat e mëdha me shumë gjethe jeshile si spinaçi, madje edhe manaferat. Këto ushqime ofrojnë sasi të mëdha kaliumi, pa e sabotuar përpjekjen tonë për të ulur sheqerin. Tani, aleati i dytë në këtë treshe të fuqishme, magnezi. Nevoja ditore është rreth 420 mg. Dhe mund të pyesmi, pse është magnezi kaq thelbësor në këtë histori? Roli i magnezit është absolutisht kritik. Nëse mendojmë pompën si motorin e qelizës, atëherë magnezi është karburanti, ose më saktë, është qelësi që ndez motorin. Pse? Sepse magnezi është i domosdoshëm për të krijuar ATP-n, që është monedha energjetike e trupit. Pa magnez nuk ka ATP. Pa ATP, pompat nuk kanë energji për të punuar. Kaq e thjesht. Dhe tani vim tek i treti, që mund ta quajmë pa frikë armën sekrete në këtë luftë. Shikoni, kaliumi dhe magnezi janë si ekipi i mirëmbajtjes që riparojnë pompën. Por vitamina B1, ajo është mburoja. Ajo është mbrojtja që parandalon dëmin që në fillim. Jap si vitamina B1 është kaq e jashtëzakonshme. Ajo në thelb vepron si një antingjitës, parandalon që sheqeri të kapet pas proteinave dhe t'i dëmtojë ato. Por këtu ka një kleçk. Sa më shumë karbohidrate të rafinuara ham, buk, makarona, ëmbëlsira, aq më shumë vitamin B1 harxhon trupi ynë për t'i metabolizuar ato. Pra, ne praktikisht i zbrazim rezervat tona të mburojës mbrojtëse. Pra, për ta përmbledhur, ja cili është ekipi fitues? Kaliumi, që e vë pompën në punë, magnezi, që jep energjinë, dhe vitamina B1, që vepron si murojë mbrojtëse. Këto të treja punojnë së bashku për të fituar betejën kundër enjtis. Okej, kalojmë te pjesa e fundit dhe më rëndësishmja, plani final i veprimit. Tani që kemi gjithë këtë informacion, pyetja është, cili është hapi konkret që duhet ndërmarrë? Dhe ky është ndoshta mesazhi kryesor i gjithë kësaj analize. Sigurisht, këto lëndë ushqyese ndihmojnë për të riparuar pompën, por të marrësh suplemente pa ndryshuar dietën është si të fshish ujin nga një dyshme e përmbytur, ndërkohë që rubineti është ende i hapur. Nuk e zgjidh problemin nga rrënja. Zgjidhja e vërtet, e vetmja zgjidhja afatgjat, është të mbyllësh rubinetin, pra të ndalosh së prishuri pompën në radhë të parë. Kështu që e gjitha mbyllet me këtë pyetje për reflektim. Duke ditur që sheqeri dhe karbohidratet e rafinuara janë shkaku rrënjësor, cili është ai ushqim i parë që mund të hiqet nga dieta duke filluar që sot? Sepse në fund të ditës, fuqia më e madhe për të përmirësuar shëndetin shpesh nuk vjen nga ajo që shtojmë, por nga ajo që kemi guximin të heqim.